Apo dëni mi e të regu qysh një agencion shtetëror po kthehet në argat të oligarkëve, që po janë nisin prej fillime. Agencia Veterinës dhe Ushqimit është agencioni ose institucioni më i lartë në Kosovë i cili përkujdeset për sigurinë dhe cilësinë e ushqimit në Kosovë. Mirë po, kjo agenci po shërben disa biznesmenëve me qëllim të përmirësimit të imazhit të tyre. Para 2 ditësh, Agencia Veterinës dhe Ushqimit në Macedoninë e Veriut ka konstatuar se ka gjetur në ujë në rrugova të Kosovës një bakter. Mirë po pas lëshimit të komunikatës nga kjo agenci e Macedonisë e Veriut ka dalë me një reagim ujë rrugova i cili ka mohu pretendimet e kësaj agencie. Pas 2 ditësh, domethënë sot, Agencia Veterinës dhe Ushqimit ka lëshu një komunikat ku ka konstatuar se uji rrugova është i cilësisë së paraportë, nuk ka asnjë bakter ose asnjë dyshim në cilësinë e këtij uji. Në komunikatën që e ka lëshu sot Agencioni Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës, disa herë, siç mund ta shihni edhe në ekran, disa herë me emër përmendet uji rrugova, duke tentuar me çdo formë ta mbrojë imazhin e kësaj kompanie dhe të bëj sa më shumë propagandë pozitive për këtë kompani. Mirë po, Agencioni i Veterinës dhe Ushqimit përdor standarde të dyfishta. I kena 2 shembuj, siç mund të shihni edhe në ekran, në shtator të vitit kaluar, ku në 2 raste të ndryshme janë zënë nga kjo agenci kompani që posedojnë nga 20 ton me shpeshku ose peshqe, të cilët kanë pas përbëmje të dyshim ose përbëmje të ndaluar, domethënë që janë prish ata peshqe, që kanë për përdorim. Në të 2 rastet janë asgjësu ka 20 ton peshqe. Mirë, për në asnjë rast prej tyre, Agencia Veterinës dhe Ushqimit nuk ka përmend me emër se cilës kompani i përkasin këta peshqe. Domethënë, kush është importuesi i tyre në Kosovë, në këtë formë ka ruajt imazhin e kompanive dhe nuk ka dashur të dëmtoj. Me çka ja ka pamundsuar qytetarëve që të dinë se nga cilët brende ose cilët kompani të ruhen kur është pyetje cilësia e ushqimit të tyre. Institucionet shtetërore, në këtë rast edhe Agencia Veterinës dhe Ushqimit, duhet të ndërtojnë standarde në bazë të cilave funksionojnë. Këto standarde, për shembull, më së miri, në përditshmëri i zbaton Policia e Kosovës, e cila kur i referohet persona me emër të arrestuar ose ngjajshëm që janë procedura policore, gjithmonë përdor iniciale për ta. Asnjëherë nuk e publikon emrin e tyre të plotë. Përderisa në çdo komunikat ata përdorin iniciale, atëherë edhe Agencia Veterinës e Ushqimit duhet në secilin rast të publikojë emrat e kompanive edhe kur ja zësohet mall, e jo vetëm kur kompania del mirë ja përmend emrin. Tash, çka po bën Agencia Veterinës që mund të konstatojmë për fund, është se kur kompanive të caktuara apo jo duhet për përmirësim të imazhit, sikurse uji rrugove ja përmend emrin që s'ka gjetë baktere sipas Agjencisë së Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës, atëherë në komunikata po përmend me 3-4 herë emrin e këtij uji, kësaj kompanie. Ndërsa kur disa kompani po gjenden me shpeshku ose ngjajshëm produkte të tjera, të cilat janë të dëmshme dhe po azësohen, po jam shef emra dhe po jam pamundson qytetarëve me ditë kush janë këto kompani. Agencia Veterinës dhe Ushqimit, pra edhe një herë po potencoj, duhet të përdor standardet njëjta në të gjitha komunikatat kur janë kompanitë e biznesit pyetje në Kosovë.